Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ambasadorët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian autorizuan hapjen negociatave me vendet e Ballkanit perëndimor për heqjen e roamingut. Ky vendim do të miratohet edhe formalisht në takimin e ministrave të brendshëm, kur dhe nis procesi negociatave individuale me secilin shtet të rajonit. Presidenca Qepriote e Bashkimit Evropian pasi përshëndeti vendimin deklaroi se zgjerimi i zonës pa roaming është një shenjë e qartë të angazhimit tonë ndaj rajonit. Vendimi në fjalë referohet hapjes së negociatave për marrëveshje sektoriale ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë, përkatësisht për roamingun në rrjetet publike të komunikimeve mobile. Marrëveshja nënkupton lidhje të pandërprerë me tarifa vendore për qytetarët nga rajoni që vizitojnë zonën e Bashkimit Evropian si dhe anasjelltas. Në rast miratimi, roaming ndërmjet rajonit dhe Bashkimit Evropian mund të shfuqizohet në fillim të vitit të ardhshëm. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histrian Mickoski, kujtoi presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë vizitës në Shkup se vendi mbetet i përkushtuar drejt integrimit, por pret që procesi të bazohet në parime, merita dhe parashikueshmëri. Në konferencën e përbashkët, Mickoski theksoi se nuk janë në kërkim të privilegjeve, rregullave të lehtësuara dhe nuk kërkojnë asgjë më shumë se sa atë që u takon dhe të tjerëve. Kërkojmë një proces të besueshëm dhe të parashikueshëm në të cilin reformat, puna dhe detyrimet e përmbushura do të vlerësohen realisht. Artin Islami dhe Feuz Xhaferi morën mbështetjen e Komisionit Parlamentar për zgjedhje dhe emërime për të bërë pjesë e Këshillit Gjyqësor në Maqedoninë e Veriut. Pro tyre votuan 7 anëtar, asnjë vot kundër dhe asnjë abstenim për të marrë statusin e anëtarit të Këshillit Gjyqësor. Artin Islami dhe Feuz Xhaferi do të duhet të marrin mbështetje edhe nga deputetët në seancën plenare. Propozimin për emërimin e tyre paraqiti deputeti Vlen Bekim Qoku. Sipas tij, profesionalizmi i dy kandidatëve do të kontribuojë në forcimin e besimit të qytetarëve ndaj Këshillit Gjyqësor. Fillon dhe në Maqedoninë e Veriut fushata ndaj mjeteve elektrike me 2 rrota si monopatina dhe motocikletat. Synimi është verifikimi i përdorimit të pajisjeve mbrojtëse, gjendjes teknike të mjeteve, të drejtës për drejtim dhe respektim të rregullave të trafikut. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut apelon që të gjithë pjesëmarrësit të respektojnë rregullat për të rritur sigurinë dhe për të ulur numrin e aksidenteve rrugore. Operacioni do të shtrihet deri në datën 7 qershor në kuadër të një aksioni evropian të quajtur Road Poll së bashku me 34 shtete të tjera. Kryeministri Edi Rama kërkon mbështetjen nga qytetarët për integrimin evropian. Në 35 vjetorin e Partisë Socialiste në Tiranë, Rama paralajmëroi se jo të gjithë aktorët politik brenda dhe jashtë vendit e mbështesin anëtarësimin e Shqipërisë në BE. Çdo gjë që nuk shkon me këtë betejë, sado e vogël, është një gjë që i shërben atyre që nuk e duan Shqipërinë Bashkimin Evropian, dhe mos kujtoni se të gjithë e duan Shqipërinë Bashkimin Evropian. Në çdo shtet të Europës ka forca që nuk e duan Shqipërinë Bashkimin Evropian, në çdo shtet. Këtu në Shqipëri ka forca që punojnë kundër Shqipërisë Bashkimin Evropian. Dhe nuk është histori filmash edhe spionësh dhe agjenturash. Është shumë më e thjeshtë sot. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.